Në kuadër të manifestimit Tetovan Fest, sot në pishinën e qendrës sportive, për herë të parë në Tetov, u zhvillua turneu i waterpolos për djemë dhe vajza. Në këtë turne morën pjesë ekipet Ilirida, Alfa Suim, Shkëndia dhe Orka Akademi. Turneu u zhvillua sipas rregullave të waterpolos për kategoritë e reja. Ky aktivitet shërben në afirmimin dhe promovimin e sportit të waterpolos, duke dëshmuar vullnetin, talentin dhe dëshirën për sukses. Këtë vit në kuadër të verës kulturore të Tovare, kemi dashur të sjellim një risi të re në qytetin tonë. Klubet e notit të cilët vetëm se ka 2-3 vite që ushtrojnë në pishinën e qytetit, kemi bërë që të organizojmë një improvizim të waterpolos. Këtu marrin pjesë 4 klube, është Alfa Suim, Orka Akademi, Ilirida dhe Shkëndia. Organizatori i këtij manifestimi, Komuna e Tetovës, për 2 ekipet e para dhe të dyta në kategorinë e gjembëve dhe vajzave, ndau medalje dhe mirënjohje.